Luanesh, luanesh. E kemi dëgjuar shumë herë, e kemi lexuar shumë herë në për komente, si një kompliment gjatë kësaj kohe. Por sa herë që e lexoj, pyes veten, këta njerëz që përdorin këtë lloj komplimenti, a e kanë vënë re ndonjëherë se si sillet një luanesh e vërtet në natyrë? Kam pat fatin që të shkoj në një nga këto safari në Afrikën e Jugut. Dhe i kam parë luanët nga afër, e kam parë edhe luaneshën. Dhe luanesha nuk është ajo që ne mendojmë se është, se e perceptojmë. Ajo nuk është më zhurmshmja, nuk vrapon pa drejtim dhe nuk sulmon për çdo gjë. Në fakt ajo që ndron e qetë, vëzhgon, pret dhe lëviz me qëllim. Kur vepron është e saktë, nuk është kaotike dhe gjuan dhe lëviz në bashkëpunim, bashkë me të tjerët, jo për të dukur, por për të arritur rezultatin. Mbron tufën edhe nuk dominon kot. Dhe mbi të gjitha ka një prani që ndihet pa pasur nevojë të imponohet. Mjafton të shikosh duke u afruar dhe ti e di se ke të bësh me një luanesh. Gjithashtu, rrallë ndahet nga luani. Kjo është luanesha e vërtet dhe kur mendoj për të dhe forcën e saj në qetësinë e luaneshës dhe jo në impulsivitetin e saj, më vjen në mendje një fjalë e urtë e mbretit Solomon, që është mbret. Edhe ai e di më mirë se si mund të sillet një mbretresh e cila mund të quhej një luanesh. Ai që është i ngadalshëm në zemrim, vlen më shumë se një trim, dhe ai që sundon veten e tij, më shumë se ai që pushton një qytet. Forca e vërtet nuk është sa shumë reagon, por sa shumë kontroll ke mbi veten, ose ajo që quhet ndryshe inteligjenca emocionale, e cila është më e lartë se sa inteligjenca mendore. Por sot ne kemi ndryshuar këtë kuptim, po quajmë luanesh çdo që flet më fort, që reagon më shpejt, që krijon më shumë tension, edhe që duket më cube. Por ngatrojmë zhurmën me forcën dhe reagimin me karakterin. Tani, nëse shohim nën këtë standard të ri, si mendoni ju? Kush do të ishte një luanesh? E thënë në një kontekst më konkret ku ky term është përdorur më shpesh, në Big Brother VIP Albania, kush sipas jush është luanesha e vërtet në atë shtëpi? Jam kurioze të di se çfarë mendoni ju. Mos harroni, krahasojeni në bazë të cilësive të një luaneshe të vërtet dhe pastaj më thoni, kush është luanesha e vërtet e Big Brother VIP Albania? Zoti ju bekoft edhe dëgjohemi në videon tjetër. Nëse nuk më ndiqni, por ju pëlqejnë materiale të tilla që lidhin jetën e përditshme me vlerat, me urtësinë, me pyetjet e jetës, me aspektin shpirtëror, atëherë ju ftoj të më bëni follow. Dëgjohemi prapë.